Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi nisjen e protestave pas dokumentimit dhe verifikimit të asaj që e quan farsë zgjedhore. Pa asnjë dyshje, do nisin të gjitha format e domosdoshme të protestave në Shqipëri dhe në botë. Por, kjo është faza e dokumentimit, e verifikimit të gjithë farsës elektorale që ka ndodhur në Shqipëri, me votën e shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë. Dhe kjo vazhdon sepse, siç e shihni, dy rrethe do i paraqesim këtu, janë kontrolluar në Shqipëri për ligjshmërinë e procesit dhe në tërësi konstatohen manipulime, përçuditëra, fakte që tejkalojnë dhe imagjinatat njerëzore. Sipas Berishës, u bë shtetëzimi i procesit të votimit të diasporës nëpërmjet akteve më madhore korruptive. Faktojnë krimin e shëmtuar kushtetues, elektoral të Edi Rams, manipulimin e tij ekstrem, shtetëzimin e procesit votimit të diasporës nëpërmjet akteve më madhore korruptive të njohura ndonjëherë. Shtetëzimi dhe manipulimi i votës shumicës shqiptarëve që jetojnë jashtë vendi dhe që kësaj here me një përfaqësi prej 340.000 vetësh zgjodhen të votojnë, është një goditje rand e idealeve të lirisë të shqiptarëve. Kryedemokrati komentoi Akademinë Politike të Partisë Socialiste, e cila zhvillohet me qëllim trajnimin e deputetëve socialistë që marrin mandatin në shtator të këtij viti. Deputetët e Partisë Krimit kisha vetëm një fjalë: nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelet e drogës dhe krimin në Shqipëri, ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund të jenë ata, s'ka ata përfaqësor, a e peti që bëhen ata më thopë jo. Të gjitha votat në fletët pa firma, i mirë të vetëm një person që quhet famozja Sara Mile. E kuptuat pra, ka ndodhur gjëra që të nofta treni bulgar është thjesht njëri komponent se duket se ka patur dhe ndërhyrje të tjera shumë më të mëdha. Një ditë më parë, kreu i Partisë Demokratike bëri një deklaratë duke thënë se i ka rënë në dorë një laptop për të cilin u përgjigj. Laptopi i përket Partisë së Krimit. Natyrisht është vepër e Edi Rams dhe atyre të cilët ndërtuan dhe një rrjet monstruoz në kundërshtim me parimet ndërkombëtare për farsën elektorale. Berisha theksoi se objektivi i betejës së Partisë Demokratike tani e tutje do të jetë që shqiptarët të votojnë të lirë.